Pazari po frekuentohet mjaft nga blerësit dhe interesimi i tyre është i madh për produktet vendore, si domate, patate, spinaq, lakra, speca. Edhe sasia e produkteve të qumshit është e madhe. Disa prej shitësve u shprehen se nuk janë të kënaqur me fitimet dhe se sado që çmimet janë të volitshme, prap se prap nuk ka fitim prej kësaj pune. Janë të volitshme, ka edhe shtrejta, po sipas populli, sipas interesum që tash janë shumë pak. Se nuk kanë parë buxhet të populli. Edhe shumica vinë me në kaj kilë, gjys kilë, se nuk ka interesim. Çmimi shumë i lirë, domethënë 4 kg në herë, po shkon 3 kg në herë, janë të volitshme çmimet shumë. Sa po ka interesim? Valla interesimi nuk ka shumë i madh, dhe që po duhet më mënu ka pak më dal. Nga ana tjetër, blerësit u shprehen shumë të kënaqur me cilësinë e produkteve dhe thonë se çmimet janë të volitshme. Mirëpo ata gjithashtu shfaqin edhe pakënaqësitë e tyre në lidhje me pagat, ku thonë se janë shumë të vogla dhe se sado që produktet e jenë të lira, me këto paga nuk mund të blejnë ushqimet e domosdoshme të shportës. Ka produkte si me qenë ngrashia që përpara që boshin. Mirë po pak është mungesa e lekëve. Nuk mungon as i san, as i artikël nuk mungon. Çmimet janë të arsyeshme shumë, shka ti bëhesh pa punësisë, para s'ka njerëzia. Këtë ajo është, se jemi shumë të kënaqur me këto produkte. E shemë sy, mi marë s'pundet fukaraj. Sa që ka gjendin mirë, është në gjendin me vovesh me këto rroga, ku e shemë sy në gratis se në hanë 2 kg. Pazari i shtetit të Gjakovës është vendi i cili qytetarëve u ofron produktet e freskëta dhe me çmime të arsyeshme. E me qenë se stina e pranverës po afrohet, sot u pan edhe lloje të ndryshme të fidaneve, ku siç thonë edhe shitësit, numri të interesuarve është i madh.